Një 37 vjeçar është gjetur I pajet në aksin rrugor Korç Bilisht mëngjesin e të shtunës. Sipas policisë, viktima është identifikuar si Jani Kollçinaku, 37 vjeç banues në fshatin Miras të Devollit. Trupi I pajet është gjetur nga qytetarët të cilët kanë lajmëruar policin. Nga veprimet hetimore dhe këshyrja e vendit të ngjarjes, rezulton se 37 vjeçari është qelluar me një plumë në kokë, çka I kanë sjell edhe vdekjen. Policia thot se Kollçinaku është vrarë në një vend tjetër dhe më pas trupi është hedhur pranë në stacionit elektrik të Zemblakut, ku dhe u gjet nga banorët të zonës. 37 vjeçari është një emër I njohur për policinë e Korçës, pasi rezulton të ketë qenë I dënuar me 6 vite burg për trafik droge. Pazaret e prishura të drogës mund të jenë motive të ngjarjes së rënd dhe kjo sipas policisë mbetet edhe pista kryesore e hetimit. Policia ka shoqëruar disa persona për të dhënë deklarime, pasi dyshohet se mund të ketë dieni për vrasjen e Jani Kollçinakut, I njohur me pseudonimin Landi I Mirasit.